Për një javë, Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian me seli në Universitetin Kristal. Kjo vjen fal 150 studentëve shqiptar të rajonit dhe të vendeve të Europës, që do të jenë pjesë e konferencës Modeli i Bashkimit Evropian. Për afro 7 ditë, ky projekt që bashkon student nga të gjitha vendet në Universitetin Kristal në Tiranë, do të ketë si qëllim simulimin e procesit vendimarrës të Bashkimit Evropian, kryesisht të përqendruar në procedurat e zakonshme legjislative midis Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian. Për më shumë në lidhje me këtë aktivitet shpjegon organizatori i këtij projekti, gazetari Vladimir Lame. Që Shqipëria këtë javë do jetë në Parlamentin Evropian, sepse kemi të rinë nga e gjithë Europa, pra nga 27 vende të Bashkimit Evropian, cilët kanë ardhur në Shqipëri do të luajnë rolet e anëtarëve të Parlamentit Evropian. Pra do të sillen siç sillen parlamentarët në Bruksel, Strasburg apo Luksemburg. Po ashtu kemi anëtarë të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, pra do sillen si ministrat e 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Pra këtu kemi këtë javë në Kristal University do kemi 27 ministrat e Bashkimit Evropian. Por edhe drejtoresha ekzekutive e Universitetit Kristal Ermira Spaha jep disa detaje për këtë aktivitet. Ne jemi të privilegjuar që po mbështesim këtë aktivitet, e mbështesim nga ana institucionale, nga ana akademike dhe nga ana financiare. Është një gjë shumë e mirë, kemi hapur dyert tona. Mendojmë që është gjëja më e mirë që mund bëjmë për integrimin e familjes shqiptare në Europë. Të javë ne mbetemi selia e BE-s. Në këtë aktivitet nuk do të mungojnë as eksperiencat e figurave të njohura nga fusha e integrimit në Bashkimin Evropian, nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni. Do të bashkohen me pjesëmarrësit për të diskutuar çështje specifike lidhur me çdo temë, duke siguruar që pjesëmarrësit të jenë të informuar në gjendjen aktuale të debatit në temat e zgjedhura dhe duke dhënë një këndvështrim më të hollë në jetën e përditshme të politikbërësve brenda BE-s.